5 persona janë vrarë brenda një javë në Kosovë në një varg ngjarjesh të rënda që kanë tronditur sigurinë publike në vend, raporton Ekonomia Online. Eksperti i sigurisë Drizan Shala ka vlerësuar se situata është pasojë e një devalvimi shoqëror dhe dështimit të mekanizmave institucional. Tani më mund të konstatojmë një fakt që kemi devalvim shoqëror, pra veprimet psikologjike, ekonomike janë duke ndikuar zakonisht shumë në veprimet të srregullta, dhe këto veprimet të srregullta po janë duke manifestuar me veprimet të cilat bijnë në ndesh me normativin e Republikës së Kosovës, por njëkohësisht kryen edhe veprat penale. Kjo si përpasojë që sistemi është duke dështuar dhe sistemi ka devalvuar sa i përket prej veprimeve të para deri në përfundimin e aktit përfundimtar të aktit të gjykimit, pra nga ana e gjykatave të Republikës së Kosovës. Pra rastet të tilla do duhet që të kemi përballë veprimet preventive. Veprimet preventive kryesisht fokusohen në minimizimin e aktiviteteve kriminale, duke shtuar prezencën policore, por njëkohësisht duke bashkëpunua edhe mekanizma të tjerë njëra me tjetrën për të krijuar një pasqyrë reale faktike, sepse early warning është një nga problematikat me të cilat do duhet që institucionet e Republikës së Kosovës të ndërmerren. Pra, modus operandi i veprimet më hershme praktikohet dhe aplikohet në veprimet të ardhshme. Pra në qoftë se sistemi gjyqësor i Republikës së Kosovës, sistemi prokurorial dhe policia e Kosovës nuk e kanë një pasqyrë të qartë se cilat veprime të modus operandeve përdoren shpesh për të kryer veprat penale. Pra, edhe ndaj të cilat nuk merren masa konkrete adekuate, ajo më pastaj shërben si veprim dhe si ado që veprimet e tjera kriminale të ndërmerren pikërisht në një rrugë që kanë ndodhur më herët dhe mund të ikën edhe përgjegjësisë penale për veprimet e tjera sepse nuk kanë sanksionime për një gjë të tillë. Prandaj këtu do duhet të jetë fokusi imediat dhe më pastaj mbas këtij fokusi tani pasqyrim apo një rentgen vertikal dhe horizontal të gjitha mekanizmat përkatëse atëherë ne mund të ndalemi në konkluzion përfundimtar që Kosova do duhet të rikthehet aspektet zhvillimit ekonomiko-social, por njëkohësisht siguria publike do duhet tani më të vijë më në theks për të minimizuar dhe për të garantuar sigurinë publike për çdo qytetar të Republikës së Kosovës. Java e kaluar nisi me një vrasje në qendër të Gjakovës dhe përfundoi me një krim të trefisht në një fshat të Podojevës, ku humbën jetën 3 persona, përfshi edhe autorin e dyshuar, e cila sipas dyshimeve pas kryerjes së veprës e qelloi edhe veten.